Ish finalistja e edicionit të kaluar të Big Brother VIP Kosova, Gjeneta Fetahu, do të rikthehet sërish në shtëpinë më të famshme në Kosovë, duke ngjallur menjëherë interes dhe kurreshtje të madhe tek publiku. Lajmi është konfirmuar zyrtarisht përmes rrjeteve sociale të Big Brother VIP Kosova, ku është bërë ditur se rikthimi i saj do të jetë pjesë e një surprize të përgatitur nga produksioni, e cila pritet të ndikojë drejt në dinamikën e lojës. Një mision i veçantë për 24 orë. Ndryshe nga eksperienca e saj e mëparshme, këtë herë qëndrimi i Gjenetës në shtëpi nuk do të jetë afatgjat. Ajo do të hyjë si banore speciale për vetëm 24 orë, në kuadër të një misioni të veçantë. Sipas njoftimit zyrtar, ky mision lidhet me një rol specifik që ajo do të ketë gjatë bashkëtesës së shkurtër me banorët aktual, ndërsa detajet pritet të mbahen surprizë dhe të zbulohen gradualisht gjatë qëndrimit të saj. Kjo lëvizje shihet si një strategji e produksionit për të sjellë tension, emocione dhe situata të papritura brenda shtëpisë. Reagimet dhe pritshmëritë. Gjeneta Fetahu mbahet mend nga publiku si një nga personazhet më të forta, më dinamike dhe më të drejtpërdrejta të edicionit të kaluar, e njohur për qëndrimet e saj të hapura dhe debatet që shpesh ndeznin atmosferën në shtëpi. Pikërisht për këtë arsye, prania e saj pritet të trazojë ujëra dhe të shkaktojë reagime të ndryshme të banorët e këtij sezoni, disa prej të cilive mund të ndihen të vënë në presion apo të testuar në lojën e tyre. Menjëherë pas konfirmimit të lajmit, rrjetet sociale janë mbushur me komente dhe reagime nga ndjekësit e formatit. Shumë prej tyre e shohin rikthimin e Gjenetës si një lëvizje të zgjuar dhe interesante, që do t'i japë më shumë ritëm dhe ngjyra spektaklit, ndërsa të tjerë janë kurioz të shohin se si do të ndërveprojë ajo me banorët aktual dhe çfarë ndikimi konkret do të ketë misioni i saj në zhvillimet e ardhshme të lojës. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.